televizioni shqiptar, mirë se erdhët edhe këtë të enjte në Eja të ne. Do të kemi sot një emision të mbushur me informacione që besoj do t'ju duen të gjithve prej jush, sepse kanë të bëjnë, ndër të tjera me rinin. Kush nuk do që të duket sa më i ri. E në fakt sot ka metoda të ndryshme, duke nisur që nga kirurgjia, por ka dhe metoda shumë më të thjeshta si që mund t'jenë masajet. E në fakt do të kemi profesionistë të kësaj fushë, ku do të demonstrojnë për masajet që na rinojnë në pjesën e fytyrës, por jo vetëm. Do të kemi edhe ekonomi shtëpiake, do të kemi manualin e sjelljes, edhe rubrika të tjera. Ndaj juftoj që të qëndroni me ne të na ndiqni, por tani do të fillojmë me një rubrik të përditshme tek ne, një nga rubrikat tuaja të preferuara, bëhet fjalë për gastronomin. Linja do të kaloj tani për Ivan. Sot jemi me shef Kevin Shoshaj dhe ndodhemi në ambientet e Albania Chef Academy për të sjellë për të gjitha anvisat një recet, një sugjerim, e cila do të zërë vend në tryezat tuaja. Mirë se të gjejmë, shef, faleminderit që jemi edhe sot. Çfarë do të gatuajmë sot? Atëherë sot për anvisat kemi përgatisim një risotto me selino, presh, fileto pule, domate të thata, lëkurë limoni, parmigiano dhe gjalp. Mirë, janë shumë përbërës, por jam e sigurt që do të jetë një recetë shumë e shijshme. Ti do të bashkojnë, do të dalë një recetë shumë. Do të shohim. Si do të, po patjetër. Si fillim? Si do të nisim? Do të nisim me vajin e ullirit, ta hedhim në tikan, dhe do fillojmë me pulën. Do ta ndezim? Do të presim pulën. Sapo të kemi përgatitur pulën. Po. Duhet ta hedhim në një enë e cila fillimisht duhet jetë para ngrohur, pra apo? E ngrohim gradualisht, nuk ka problem që të jetë para ngrohur, është një recetë që bëhet në moment. Qartë. Nuk ka shumë kohë përgatitje, mjafton që produktet i kemi lart, i kemi përgatitur, i pastruar më përpara. Presim pulën në kubik, gjithashtu dhe preshin. Presim në kubik më të imët, që të mbasi në gatim, mos të ndihet preshi. I presim sa më hollë. Po. Pra sa më imët, Po, sa më imët. që të mos ndihet shumë, dhe selino. Selino do ta shtypim në këtë formë. Po. Dhe selinon në formë të tillë si preshin? Akoma më imët. Në imët. Selinoja hidhet që në fillim të gatimit, të shpërndaj aromën e saj. Një aromë të mirë, një aromë mirë dhe të shijshme pastaj. Është një nga produktet kryesor në të gjithë recetat e gatimit. Nëse përdorim selino, do të kemi gjithmonë një gatim të shijshëm. Po. Gati, gjithashtu dhe domaten e thatë. Do ta presim dhe këtë në kubik. Po, ndërkohë ne kemi në një enë kemi vendosur dhe selino. Disa selino, majdanoz, kopër. Me atë kemi përgatitur një bulion perimesh. Me atë bulion ne do të zjejmë risotton. Po, pra, kemi vendosur ja për t'ia treguar edhe gjithashtu teleshikuesve. Ajo i pëlqej shumë të mirë ujit këtu. Edhe koper, e sugjeron këtë për të gjitha gatimet që duan të ta kenë si bulion edhe për ta shtuar më pas. Sigurisht, të gjitha gatimet mund ta përdorim. Shumë mirë. Jemi në këtë fazë, kemi prerë të gjitha përbërësit. Djatin do ta grim pak më vonë, ndoshta mund të më ndihmosh dhe me grizjen e djatit. Si fillim, filloj me selinon. Po. E hedhim. Do ta hedhim. Dhe do ta ndezim. Tiganin. Me pak bajull. Do ta skuqim. Me ndihmën e një lugje druri. Po. Do ta fillojmë të kavardisim. Se cilësova. Gjithmonë me lugë druri, të gjitha enët e kuzhinës duhet të përdorim lugën e druri sepse me të gjitha enët e tjera mund t'i gëbish, po, mund t'i dëmtojnë. Gatim gradual, gjithmonë për të bërë një risotto sa më të mirë, gatimi duhet të jetë gjithmonë gradual. Nëse risotton e nxitojmë, i japim temperaturë shumë të lartë, nuk do të kemi një risotto të mirë dhe të lidhur. Pra gjithmonë. Pra, na duhet gjithmonë një tenxhere. Gatimi duhet të jetë në mënyrë graduale, të avash, pra jo të menjëhershme. Koha e përgatitjes është 15 deri në 20 minuta. Që nga fillimi i përgatitjes dhe i prerjes së perimeve, në moment që selinoja ka filluar po merr skuqjen, ne do të hedhim pulën. Po. Do të kemi kujdes me pulën. Pse? Mos ta bashkangjisim me produktet e tjera që mund të gatuajmë më vonë. Duhet të kemi kujdes si taljeri, thika dhe të gjithë produktet që kanë prekur pulën duhet të lahen me kujdes.
këshilla të vlefshme për të gjitha anvisat, ë? Teksa gatuajmë pulën, bëni kujdes që edhe thika, por gjithashtu edhe të gjithë mjetet që ju e prisni pra të jetë i pastruar më njëherë, pasi prisni pulën për arsye të kontaminimit të produkteve të tjera me papastërsi që pula mund të ketë dhe kryesisht salmonelën. Mirë, po e skuqim ndërkohë pulën së bashku me stelinon, lëson një aromë shumë të mirë, edhe të moment që pula është skuqur, do të hedhim domaten e thotë. Dhe në fund do të hedhim peshin. Do të lëshoj aromë freshi dhe do të japë një shije mbase deri diku. Aromën më të fortë në këtë recetë e ka domatja e thatë. Domatja e thatë. Po, ka shijen më të fortë në këtë recetë, pasi preshin do ta skuqim. Pra do ta balancojmë me sa duket të gjitha produktet që ke zgjedhur balancojnë shumë mirë aromat e njëra tjetrës. Po. Po ta shikosh edhe pula po me një ngjyrë. Po, sepse vetëm tregojnë nga kamera në mënyrë të tillë që domatja e thatë dhe po merr po ngjyrën e domatës. Për të shtuar me një herë më pas edhe preshin. Për sa persona shef? Kjo recetë është për një person, në qoftë se po, kemi vendosur 100 gram risotto, edhe sasia e pulës domates thatë është e vogël, pra është për një person. Në qoftë se do na duhen për 2 ose më shumë persona, mjaftojnë të shtojmë 100 gram për person për risotto. E qartë, shumë i qartë. Mirë, risotto na jemi këtu, e kemi gati. Po. Do ta skuqim dhe pak risotto së bashku me produktet e tjera. Kemi kujdes gjithmonë me yndyrën, vaj ulliri të jetë gjithmonë shumë i mirë. Hedhim pak yndyrë në fillim, nëse na duhet të shtojmë, por nuk duhet të hedhim shumë yndyrë në fillim. Kur e kuptojmë që duhet ta shtojmë, kur fillon të ngjit? Po, kur fillon qau të ngjit, shtojmë pak yndyrë për të eliminojmë pjesën e ngjitjes së produkteve në tigan. Të gjitha anvisat i kujtojnë që recetat tona i vjenin në kanalin ton të YouTube-it tek Radio Televizioni Shqiptar, aty ndodhet një playlist me të gjitha videot e hedhura të emisionit Eja të ne, dhe aty mund të gjeni edhe të gjitha recetat që shefat kanë realizuar deri më sot dhe kanë qenë pjesë e programit ton. Unë dua t'i falenderoj shumë që janë bërë pjesë e këtij programi, por njëkohësisht dua të falenderoj edhe shoqatën kombëtare të shefave të kuzhinës me presidentin e saj Asim Prengzaj, që ka dhënë një suport i jashtëzakonshëm për t'i pasur edhe një mundësi për t'i pasur të gjithë shefat në programin ton, për të dhënë më të mirën e tyre dhe për të ndarë me të gjithë teleshikuesit, me të gjitha anvisat, me të gjitha ato që duan të mësojnë sa më shumë rreth kulinarisë, të ndajnë të gjitha sekretet e tyre, jo vetëm për mënyrën se si gatuhet, por edhe për të sjellë receta të reja, receta të cilat janë autentike të shefave me të cilat ne kemi punuar. Pasi kemi besoj e tillë duhet jetë edhe kjo recetë, shef, apo jo? Po. Tani do të shtojmë? Të shtojmë buljonin, pasi ja skuqur të gjithë produktet së bashku. Zakonisht si është raporti i orizit edhe i ujit që shtohet, i buljonit në këtë rast? Në këtë rast mund të jetë 1:2, por gjithmonë. Ju shefat besoj e shihni edhe me sy, e kuptoni edhe me sy. Po, si. Ashtu si çdo anvis në shtëpinë e vet. Pjesa e parë që kemi shkruar risotton me buljonin që kemi përgatitur më parë, hedhim një sasi të konsiderueshme ujë, pasi pi atë ujin e parë, e hedhim ujin gradualisht për risotto, derisa kokrat e orizit janë zirë plotësisht. Në kuzhinë me shef Kevin jemi sot, dashur anvisa, dhe po gatuajmë risotto me presh, selino, domate të thata dhe pul. Një risotto me shumë përbërës brenda, por të shohim në fund edhe se sa e shishme do t'jetë. Tani është momenti që shefi besoj po grin djathim. Atë grin djathim nga pjesa ime e rëndes. Gjithmonë djathi hidhet në fund. Në fund do t'jedhim dhe lëkurën. Në fund për ta lidhur besoj, ja? Për ta lidhur edhe gjalpi. Gjalpi luan rolin kryesor në lidhjen e kësaj recete. Por jo vetëm në këtë recetë, në të gjitha risottot gjalpi është i këshillueshëm. Po ka anvisa që zakonisht e përdorin gjalpin që në momentin e parë që skuqin orizin. Është e këshillueshme apo këshillohet që fillimisht mund ta ndihmojmë me pak vaj ulliri, sepse do të kemi shumë kujdes sepse gjalpi në temperaturë të lartë gjithmonë kalon në djegje dhe kemi atë aromën e djegut të gjalpit që mund të na prishë recetën në fund. Shumë e vërtet. E kemi gërrit djathin, e kemi gati. Edhe në fund fare do ta vendosim. Do ta shtojmë tek risotto. Kemi për të grirë edhe limonin?
Lëkurën e limonit do ta grip në fund direkt si kokër. Për të qenë sa më i freskët, ë? Po. Të gjitha këto element janë element të freskët që i shtojmë kësaj recete dhe ndaj për të gjitha anvisat kjo recetë nuk merr shumë kohë, vetëm 15 minuta, 15-20 minuta thot shefi. Ndaj ju tregoni vigjilent për hapat që duhet të ndiqni edhe kështu do mund ta realizoni shumë shpejt në shtëpiat tuaja që të vi për familjarët tuaj e ngrohtë, e shijshme me plot dashuri. Gjatë kohës që orizi po zihen, Po? do të presim edhe pak majdanos, që do të jadim në momentin e fundit. Po për ato anvisa që mbase nuk e pëlqejnë në shijen e preshit apo nuk duan që ta përdorin, çfarë sugjeron për të vendosur një perim tjetër, për ta zëvendësuar? Mund ta zëvendësoj me qepën e njohur shumë mirë. E ka aromën goxha më të lehtë. Në të njëjtën procedurë. Po, në të njëjtën procedurë. E megjithatë shefi tha që e humba të aromën e fortë preshjes, sepse dominon më shumë aroma e selinos. Selinos, Ndaj provojeni, mos hezitoni. Unë jam një ndër ato shef që nuk e dija do ta kisha gatuar ndonjëherë në shtëpi një risotto me presh. Por, pasi ta provoj, kam përshtypjen që do ta tentoj ta bëj. Ishtem dhe pak lëng në këtë rast? Po. Eti kemi thënë që erzat hidhen në fund fare, erzat nuk ka nevojë të gjatë procesit të zjerjes. Pasin në aromën e tyre. Kështu që gjithmonë në fund. Pra gjithmonë le të themi hidhen kështu të gjalla, pa pasur nevojë për të kaluar në zjerje. Po. Besoj që kemi gati. Vazhdojmë her pas here orizin. Kërkon akoma pak a shumë gjitha risotto kërkojnë rreth 12-13 minuta. Cila është ajo recetë e risottos shef që të kërkohet shumë në restorantin tënd dhe që e kanë me shumë dëshirë klientët të tu dhe porosisin? A ka një? Po, ka. Se duhet të thënë që ne shqiptarët për pasta edhe për risotto. Bazën me frutat e detit është gjithmonë risotto më e kërkuar. Po? Por dhe me bazë mizhi nuk është se nuk ka kërkesë. Por në vend të parë ngelet gjithmonë risotto me frutat e detit. Po, a ke një recetë të risottos të cilën e ke veç kësaj që ti po sugjeron sot për anvisat, por që ti e ke të preferuar, e gatuan shpesh dhe e ke le të themi një krim të tëndin? Risotto me shafranin dhe me pjesën e salcës së kockave të biçit që përgatisim dhe me një këtu biçi. Është një risotto që ne përgatisim gjithashtu edhe në restorant. Ajo është një nga recetat e mia të preferuar të risottos. Besoj që duhet jetë edhe me plot vlera ushqyese, a? Po, sigurisht. Ndaj, kujdesuni që recetat tuaja të jenë edhe të mbushura me vlera ushqyese, sepse është shumë e rëndësishme që në të gjitha produktet që ne konsumojmë të kujdesemi edhe për shëndetin tonë. Të mundohemi t'i marrim ato të freskëta, të mundohemi t'i blejmë tek ata shitës apo fermerë të cilët ju e dini që kanë perime dhe fruta të sigurta, edhe të konsumoni mbi të gjitha perimet të stinës, sepse është shumë e rëndësishme që përgjatë kësaj periudhe ju të merrni të gjitha vitaminat e nevojshme edhe të gjitha ato vlera ushqyese që frutat edhe perimet kanë. Si na vjesh të sofron shumë, në Shqipëri është e mundur tani më që të gjejmë çdo gjë, apo jo shef? Sepse edhe me sa duket vendi moti jon favorizon rritjen e tyre. Besoj jemi në fund? Kon edhe pak kohë. Okej. Duket se risotto tani më është bërë gati dhe çfarë do të shtojmë shef për ta perfeksionuar këtë recetë? Besoj gjatë. Tani jemi në fazën që do të hedhim djathtin. Po. Erzat dhe në fund gjalpin. Po gjalpin gjithmonë pasi heqim nga nxehtësia. Pse në fund gjalpin? Apo pasi t'jen lidhur të gjitha përbërësit? Të lidhen të gjitha përbërësit së bashku. Do presim të thatë dhe pak, në këtë moment hedhim djathin. Do ta mpiks disi më shumë? Po, sigurisht. Djathin? Gjithashtu dhe erzat. Po. Në momentin që risotto është lidhur, do ta provojmë për shijen kripën e për piperit. E heqim nga zjarri ndërkohë? E heqim nga zjarri në moment që trazojmë djathin. Po ta shikosh. Konsistenca duket e mirë. Aromën e ka shumë të mirë. Në të lëmë të ftohet pak. Po. Dhe në fund do t'i hedhim. Ja, kështu. Po. Kjo është konsistenca që ka risotto me të gjithë përbërësit e lidhur dhe nuk kuptohet fare as preshi, as selinoja, edhe pse janë lidhur. Do ta përzijem ndërkohë? Në fund, dhe do ta përzijem. Një lugë gjalp. Po. Do ta përzijem këtu, nuk është e nevojshme të vihet në zjarr? Jo, nuk ka më nevojë që të vihet në zjarr.
A duhet që të ftohet, që të lidhet në mënyrën nëse më të mirë. Ky është sekreti, le të themi, për të pasur një risotto të mirë, kremoze, Gjalpi në edhe të fund shishme? është sekreti i kësaj recete. A e këshillon që të vendoset një pecet sipër siç zakonisht bëjnë disa anvisa, apo nuk sugjerohet në rastin e Jo, në këtë risottos? rast nuk kemi pse bëjmë atë gjë, atë gjë e bëjmë në. Aroma e gjalpit është shumë e mirë. Shikoj, shef, të lutem? Po, azojmë me pak që të marrë ajër dhe të ftohet pak. Bëjmë edhe pjatën gati, po mundohem edhe unë të marrë një lugë edhe të shohim kështu edhe të shijojmë edhe recetën e risottos. Risotto me shumë përbërës, por një risotto e mirë, e shishme. Pasi do të harim në pjatë, Po? do të jerim dhe lëkurën e limonit, mos ta harrojmë. Duket shumë e mirë. Edhe kam bindjen që do të jetë e tillë, sepse dhe përbërësit që ke vendosur në këtë recet janë të shishëm. Një pjatë e bollshme për një drek apo për një darkë. Tjetër mente dhe në fund kemi lëkurën e limonit. Gjithashtu mund të shtojmë edhe pak Djathë sërish. djathë në fund. Se pak në fund edhe vaj ulliri dhe risotto është gati. Mirë. Momenti për ta provuar. Aromën e ka një mrekulli. Aroma e limonit sidomos shef tani në fund. Si duket? Shumë e shishme, po prisja të gjeja shijen e selinos, të preshit, të domates fat, po në fakt janë lidhur aq mirë me njëra tjetrën dhe ka një shije shumë autentike, shumë të shishme, shumë të mirë, edhe limoni sipër ndaj të lumshin duart. Faleminderit. Një super kombinim, një super sugjerim për të gjitha anvisat për të gatuar në familjet e tyre. Është një pjatë e bollshme, me shumë produkte, me shumë vlera ushqyese dhe mund të zërë vend, besoj shef edhe në drek, po edhe në darkë. Nuk besoj që është nga ato pjatat shumë të rënda që ne nuk i sugjerojmë darkave, apo jo? Po, dyja vakte, dhe në drek dhe në darkë. Po pra, kjo është e mira e kësaj pjate. Shef, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Ishim kështu me shef Kevin Shoshaj nga Albanian Chef Academy, edhe linja shkon për Antoneta në studio, do të shihemi sërish.